Ku i kanë gratë pikën më dopt? Ku e kanë? Gratë pikën më dopt e kanë që Allah i misprovun e vlat. Për shembull, kur një grujës i vdek fëmija në bark, ose kur një grujës ka në abort, ose një grujës kur i vdes fëmija i posa lindur, e mbyt psiqikisht. Do të thonë e shkatron psiqikisht. Është e dokumentuar kjo. Do të thonë është e faktuar edhe jo rastësisht është çka ditë pejgamberit alayhis salam. Edhe pejgamberi alayhis salam e dike se shumë janë dopta në këtë pikë dhe tha, asaj grujës që i vdesin 3 fëmijë para moshës pubertetit, këtu hyjnë edhe ato abortet që i kanë gratë, te çka ditë. Thot që ato 3 fëmijë kanë më mbom buloj për mos me mujt me hinë xhenem. Do të thonë që ato fëmijë ty kanë me ta mundsu me hinë xhenet. Edhe njëna për atyve që i këshim pas dek 2 fëmijë, i thot, po 2 ja Resulallah, thot edhe 2, e disa djetarë thojnë edhe nëse një fëmijë ka dek një grujës, para moshës pubertetit, që ja ka marrë loçkën e zemrës, dhe më thonë Allah azza wa xal, çaj fëmija jotë ka mu bo nesër, nëse ki qenë musliman, edhe musliman, ka mu bo në buroj, teti, të Allah azza wa xal, që Allah azza wa xal, mos me të shtynë xhenem edhe me të adhonë xheneti. Di kemi prejkën pikën e dopt pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe më thonë, hoxha një peqena i cili di me ta prejkë pikën ma dopt për me arrit me ta adhonë një mësim të madhë.